Gjuat rezultatin me entuziazmit, pra unë që kam parë shifrat, po është mbi 1250 plus Partia Socialiste në Devol, është me të vërtet historike, ju e dini grafikun e rezultateve, është një grafik në rritje nga zgjedhjet në zgjedhje. Së pari dua që t'ja dedikoj unë personalisht si drejtues politik organizatës më fantastike që ne kemi, që është organizata e Devolit, që ka gjetur forcat të ngrihet mbi çdo opozicitë së shkuarës, të krijojë një organizatë dinamike me djem, me vajza të rinj, me burra gra që kanë punuar me shpirt, edhe patjetër pastaj ne bëm një përfaqësim shumë dinjitos me Gzimin edhe Gentin dhe Gzimin të dy bashkë që u mbështetën dhe u pritën shumë mirë nga qytetaria, në qytet dhe në fshat, në Bilish dhe në çdo njësi të Devolit. Pra ne bëm një diferencë në të gjitha kuptimet, edhe në kuptimin e përfaqësimit, duke i dhënë besoj dinjitetin që i takon kësaj zone që është zona më fantastike, më punëtore që ne kemi, për ule me respekt para punës që ata bëjnë çdo ditë për të siguruar jetesën dhe patjetër për një dorë të fortë që na kanë dhënë për të fitoret Partisë Socialiste. Nuk dua ta shpall si triumf, për ne nuk është triumf, për ne është një mandat pune. Ne mezi po presim të certifikohet rezultati dhe të vazhdojmë punën aty ku e kemi lënë. Kemi një mision shumë të madh përpara, duhet ta antarësojmë Shqipërinë në Europë brenda këtij mandati për hir të gjithë këtyre shpresave, syve që shikoni edhe që kanë punuar pa dyshim duke besuar. Asgjë nuk mund ta ngrer kaq lart pesh zemrën e qytetarëve tanë këtu në Devol dhe në gjithë Shqipërinë, në Korçë dhe në gjithë Shqipërinë, përveç se një ëndër e madhe. Ëndra e Bashkimit Evropian ka funksionuar. Të gjithë ata që u munduan ta quanin si një prallë nga e kaluara, ka funksionuar, kanë gjetur, na ka dhënë ne një mesazh që duhet punojmë shumë, duhet jemi shumë të përgjegjshëm, sepse këta njerëz që votuan kaq masivisht presin edhe besojnë shumë nga ne. Dhe puna përpara nuk është e lehtë. Nuk mjafton vetëm ëndra, nuk mjafton vetëm motivimi, nuk mjafton vetëm djemtë dhe vajzat që kemi këtu, Joana, Gjena, Sofia, Kisi, të gjithë që kanë punuar me kaq shpirt, ata punojnë për veten e tyre, nuk punojnë thjesht për një numër në proces verbal. Punojnë për ditë më të mira, të cilat do të vinë fal punës edhe përgjegjësisë tonë. Shumë faleminderit Devoli, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Maliqi dhe Pogradeci. A mendoni që do të ruhet fitojnë? Patjetër, jemi kudo fitues, kemi rezultate jashtëzakonshme, emocionuese me të vërtet. E filluam me Pustecin, dikush tha po është specifik Pusteci, pastaj shkuam në Kolonjë 65%, e po Kolonja kështu ka qenë gjithmonë. Tani po shohim mbi 55% në kutitë e Korçës, Maliqi gjithashtu, Devolli erdhi mbi 50%. Pra mbi 50% në përqindje këtu në Devol i ka fituar Partia Socialiste. Pra ky trend është gjithandej. Nuk e di se si do jetë llogaria finale, nuk diskutohet 6-4 dhe do na vi keq që për pak mbase mund të mos arrim 7-3 ose do të arrim me pak apo me shumë një rezultat historik për Korçën. Është një kontribut që ne i japim Partisë Socialiste, një mandati shumë të fortë për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, sepse puna përpara është e jashtëzakonshme. Nuk mjafton vetëm gëzimi, duhet edhe puna. Nuk e kam fjalën për Gzim Gorën, e kam fjalën për gëzimin tonë për bashkët, është i pamjaftueshëm, punët janë shumë të mëdha. Unë mezi po pres, me thënë të vërtetën, tani nuk e kam për fushat, mund të më akuzoni që është propagandistike, mos pësherti, e di që kjo është e rëndë, mund ta mbaj unë po të duash, por unë mezi po pres që të ulet temperatura politike edhe të gjejmë të përbashkëtën dhe me ata që s'na kanë votuar, sepse në fundit ata janë njerëzitan, motra, vëllezër, janë punonjës të administratës, janë mësues, janë qytetarë zakonshëm të këtij vendi, kanë besuar se një forcë tjetër politike, por kjo është demokracia, ne duhet të punojmë së bashku për Devolin, për Korçën dhe për gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit.